Doktor, po në lidhje me vetë trajtimin që bëjnë ushtrime, mund t'jenë efektive, por a mund t'jenë edhe të rrezikshme mënyra se si? Në momentin që dhimbja ka një masë ku gjithë secili duhet ta vlerësojë, është shkalla e dhimbjes, ku ti duhet t'i bësh pyetje vetes, nga 1 te 10, sa problematike është dhimbja për mua në këtë moment dhe sa më lë mua të bëj aktivitetet e përditshme që unë dua. Se nëse ne kemi një dhimbje të cilën ty nuk të lë të bësh aktivitetet që ti do, pra ty po të prish cilësinë e jetesës. Çfarë do lloj moshe qofsh? Ty po të prish cilësinë e jetesës dhe në këtë mënyrë të duhet përgjigjur fizioterapisti, ai që merret me terapinë manuale, pra mund të bësh një masazh të thjeshtë në varësi të problematikës. Mund të bësh vizitë me reumatologun, me ortopedin, me neurokirurgun. Në varësi të problematikës duhet të gjetësh specialitetin cilën ti të bësh konsultën. Nëse ti ke ndjesi të vogla të përsëritura her pas here, të cilat nuk të duken problematike për të prishur cilësinë e jetesës, patjetër që ti mund të bësh forma të ndryshme stërvitje edhe në kushte shtëpie. Dhe këtu nuk futemi në problematika. Por nëse sot në rrjetet sociale, në YouTube, shohim shumë persona të cilat demonstrojnë ushtrime, marrim skoliozën që folëm. Nëse keni një skoliozë, duhet bëni këtë veprim. Për mua është totalisht gabim. Skolioza jote, mosha jote, gjinia jote, gradat e tua nuk janë të njëjtë me atë çka ai po thot aty, dhe ti mund të ndikosh negativisht, sidomos në moshat e vogla. Dhe këtu bëjmë një gabim, nëse mendojmë që unë thash 3 mënyra trajtimi, që është fizioterapia specifike, bustët korrigjuese dhe kirurgjia. Nëse ne mendojmë ta trajtojmë skoliozën me aktivitet fizik në momentin që ajo ka nevojë për fizioterapi, jemi duke gabuar, duke humbur kohën e trajtimit dhe kemi rrezikun që gradat në rriten. Pra, në varësi të problematikës mund t'i japim, mund të bëjmë doktori vetes, siç thot populli, por duke kuptuar se kur është rëndësia e saj. Nëse ne kemi dhimbje qafe me ato shqetësime që unë thash pak më parë, me mjegullime, zhurma vesh, patjetër që nuk mund të bëjmë çdo ushtrim. Edhe unë kam tentuar të nxjerr në rrjetet e mia sociale disa video, por i shkëputa shumë shpejt sepse mund të keq interpretohet nga kushdo që i shikon nëpër shtëpi dhe mund t'i shtohet dhimbje dyfish. Nëse një person i cili ka probleme me pjesën e qafës sepse është 8 apo 10 orë në punë, apo ka një qafë të drejtë, humbet lordozë cervikale, dhe ti i thua bë lëvizjen e qafës mrapa shtriut e krevati sepse të çliron këto të tjerat. Ngritja nga krevati mund të shpasojë me ndjesi të vjellit dhe me marrje mendsh. Dhe patjetër që duhet parë më në detaj nga neurokirurgu, ndoshta me një rezonancë. E njëjta gjë me dhimbjet e mesit. Nuk mund të tentojmë të bëjmë ushtrime nëse ti ke dhimbje mesi dhe të kopjosh ushtrimet të cilat ti po shef në YouTube. Duhet bërë një ekzaminim fizik i qartë dhe gjëja më e thjeshtë e mundshme që askush nuk rrezikon është vizita me mjekun specialist, marrja nga fizioterapisti të një programi të specializuar ose nga personal traineri nëse ne nuk rrezikojmë diçka, dhe ti mund të vazhdosh në kushte shtëpie programin që ata të kanë dhënë. Jo detyrimisht ti duhet bësh gjithçka që shef, sepse kjo mund të përkthehet, le të themi 90 veta nëse njëri gabon, ai person do ta vuajë këtë gjë ndoshta për kohën e trajtimit dyfish. E kuptoj. Pra mesazhi është i qartë, përpara se të kërkojmë në Google për metoda për çfarë do lloj trajtimi, nëse kjo shoqërohet me dhimbje, dhe unë thosha pak më parë që ne duhet bëjmë vlerësim nga 1 te 10 sa është kjo. Nëse ne jemi më pak se 5 dhe është e përballueshme, atëherë mund të tentosh të bësh diçka gradualisht dhe pastaj të shikosh nëse dhimbja paksohet, shtohet, do të marrësh vendime. Nëse dhimbja nga 1 te 10 është 7 apo 8, përbëhen probleme të cilat duhen parë nga personeli shëndetësor. Okej. Po në lidhje me ushtrimet fizike, sa duhet ushtrohet një person që të mos ketë problematika të tilla të dhimbjeve të shpinës së qafës? Mirëmbajtja fizike është e ndryshme. Ne i ndajmë te personat të cilët kanë nevojë për trajtim fizioterapeutik edhe personat të cilët kanë nevojë për trajtim për aktivitet fizik. Aktiviteti fizik në shumicën e rasteve, sidomos tek moshat e vogla, tek adoleshentët edhe grup moshat 20-30 vjeç, përbëhet nga aktivitete që unë i them gjatë gjithë kohës, një aktivitet që ty të pëlqen. Jo detyrimisht njëri është më i mirë për ty. Një aktivitet që ty të pëlqen. Për të vetëm arsye sepse unë dua që personi të shkojë atje me dëshirë, të shpenzojë energji dhe të vëri lëvizje, muskulaturën edhe artikulacionet. Pastaj, në varësi të qëllimit të bërjes së aktivitetit, duhet të ketë gjithmonë një qëllim. Cila është arsyeja që unë po shkoj?
të bëj këtë aktivitet fizik. Nëse ti po shkon pa qëllim dhe po shoqëron shoqen, është një tjetër gjë. Nëse ti po shkon për të ulur dhimbjen, ndoshta je duke gabuar. Nëse ti po shkon të trajtosh skoliozën apo kifozën, ndoshta je duke gabuar. Nëse ti po shkon të humbësh peshë, duhet marrësh programin të cilin duhet humbësh peshë. Nëse ti duhet të vësh masë muskulare, atëherë duhet bësh një program i cili duhet që të shtosh masën muskulare. Pra, gjithë secili duhet ja bëj pyetje vetes cili është qëllimi. Mund ta përdorësh si antistres. Unë kam pas një ditë të mërzitshme, jam gjatë gjithë kohës mbyllur në zyrë dhe duhet të bëj një aktivitet. Koha nuk pa premton që unë ta bëj në natyrë ose i kam gjërat large, do bëj palestër ose do bëj në shtëpi. Atëherë do bësh gjërat më minimale të mundshme që mos të dëmtohesh. Të tipit mund të bësh biçikletë statike, mund të bësh pistën për një minutazh të caktuar, të cilën ti vish në lëvizje. Por gjithmonë duke i bërë pyetje vetes cili është qëllimi që unë po e bëj këtë aktivitet. Ushtrohesh, e qartë.